Ndonjëherë në mëngjes ndjehemi si ato prindërit që i harrojnë fëmijët, po. Fëmijët e harruar ndonjëherë, shumicën e kohës, 28 nëntori na kujtojnë ne. Për fat keq nuk do të mbetemi veç me një 28 nëntor, po kështu i ka ardhur puna. Përndryshe Allah, unë lidhjen me marrëdhënien e veriut nuk kam se kam diçka në familje për të qenë realist, por që nuk e harroj kurrë në kohën e luftës, kam mund t'jem edhe unë një prej atyre refugjatëve, po që në zonën ku isha unë nuk ishte shumë luftë, që zotit s'vaku dikon ka shpëtoj, nuk ka pas luftë, megjithatë për mikpritjen vllaznore, për respektin, për gjithçka që keni bërë për këtë vend, për Kosovën tonë, për shqiptarët e Kosovës, kjo nuk do të harruar kurrë, edhe prandaj kjo është e para arsye që më buron për shpirti që dua të jem me njas. Edhe e dyta për qenë realist, ndoshta për herë të parë po e cek dikun me një medium, kur kam fillu të falem, që kam fillu të praktikoj besimin islam, hoxhallarët e parë kanë qenë prej Maqedonisë së Veriut, prej të parëve se normal unë në qytetin ku jetoj, që kam dëgju ligjëratat, një prej tyre Bekir Alimi, nëse nuk për i shpon mja përmenem, edhe kam atë lidhjen gjithmonë